Sot është data 2 dhjetor, zyrtarisht, në mëngjesin e datës 2 dhjetor, shpesher diskutohet midis datës 1 dhe 2 dhjetor, në Wuhan të Kinës, në këtë qytet këtu, u regjistrua i smuri i parë me një virus të çuditshëm, të cilit më pas u vu emri COVID-19. Ishte rasti i parë që nga ky moment shumë prej mjekëve, sidomos një nga mjekët e spitalit Wuhanit, filluan t'japin alarmin që personat që po mbrinin në spital të infektuar me këtë virus të ri e kishin të pamundur rikuperimin. Numri atyre që rikuperuan ishte shumë i vogël, ndërsa numri atyre që humrin jetën ishte shumë i madh. Aq i madh ishte ky sa në rrjetet sociale filluan të shfaqen dhe të bëhen virale momente kur njerëz që ishin duke ecur në rrugë befas kputeshin dhe binin në tokë. Pjesa më e madhe e globit u shokua nga ajo që po ndodhte, kishte thuajse 100 vjet që në botë nuk kishte pandemi të mëdha. Disa tentativa të vogla që ishin kryesisht me disa infeksione që kishin ardhur në zonën e Hong Kongut dhe më pas u transferuan në Kanada, ishin izoluar shpejt dhe shokimi i parë ishte çfarë po ndodh. Bëhen 6 vjet sot nga një prej pandemive më të mëdha të botës në këto 100 vitet e fundit. Që nga gripi spanjoll i vitit 1919 bota nuk kishte hyrë në një pandemi. Por COVID-19 ka lënë pas shumë pikpyetje. Pikpyetja e parë është sa veta humbën jetën. Unë do mundohem t'ju shpjegoj tani. Pikpyetja e dytë e madhe ishte nga doli ky virus. Pra ishte një virus që doli nga kushtet laboratorike apo ishte një virus që u krijua si pasojë mutacioneve që vijnë nga papastërtia edhe në kushtet natyrale, siç ka ndodhur edhe me viruse të tjerë. Ende sot bota është e shokuar dhe muajt e pandemisë, thuajse 6 muaj deri 8 muaj të pandemisë, transformuan krejtësisht konceptin e të jetuarit në botë. Tani çfarë ka ndodhur me COVID-19? Që në fillim të dhjetorit, pra natën mes 1 dhe 2 dhjetorit, ngjarja e parë ndodhi në Wuhan. Filluan të bëhen regjistrimet e para, pa kaluar ende 3 javë, rastet e para nga Kina filluan të shfaqen në Europë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Afrikë. Gjëja më interesante është se që nga i moment bota modifikoi krejtësisht stilin e saj të jetesës. Kjo maskë u bë element i përditshëm i jetës sonë. Çdo njeri dilte me maskë, duhet mbante maskë, duhet llogariste çdo moment maskën. Çdo njeri duhet mbante dezinfektantin me vete. Duhet të laheshin duart më shumë se 20 sekonda, gjë që sot ende Apple Watch-i e ka një standard të larjes duarve për të munduar për të hequr bakterinë. E gjithë bota u vu në një alertë dhe një prej pandemive më të mëdha që prej 100 vjetësh, tash që nga pandemia e gripit spanjoll vitit 1919-1920. Por po i nis tani nga e para. E para, pandemia e COVID-19-s u shtri në të gjithë globin pa asnjë dallim. Çdo vend i globit, edhe vendet më të izoluara si Korea e Veriut, apo disa ishuj të izoluar të paqësorit, u përfshin nga COVID-19. Nuk ka deri më sot në dijenin time asnjë vend që nuk ka regjistruar asnjë rast me COVID-19. Pra është një pandemi që mbërtheu të 205-206 shtetet e botës që janë anëtare të OKB-s dhe plus teritoret diskutuara, dhe është pandemia me shtrirjen më të madhe në historinë e globit. Asnjë pandemi tjetër nuk ka përfshirë të gjithë globin 100%. E dyta, supozohet që të jetë një prej pandemive më vrastare, edhe pse mendohet që gripi spanjoll i vitit 1919-1920 ka bërë më shumë viktima, sipas të dhënave zyrtare të OBSH-s, pandemia e COVID-19 ka regjistruar 7 milion viktima në gjithë botën, por numri duhet jetë disa herë më i madh, sepse shumë vdekje nuk raportuan si COVID-19 dhe shumë shtete nuk raportuan vdekje pikërisht për të ruajtur panikun e madh tek qytetarët. Gjithsesi, numri i vdekjeve është shumë i madh. E treta është problemi që solli në zhvillimin ekonomik të globit. Që nga lufta e dytë botërore, pandemia e COVID-19 është kriza më e madhe ekonomike globale botërore. Shumë vende ende nuk janë kthyer në standardin e zhvillimit ekonomik të para pandemisë dhe ende sot vijojnë të vuajnë pasojat e jashtëzakonshme të ekonomike, flas gjithmonë, të izolimit që u bë për hir të COVID-19. E treta,
Covid-19 solli izolimin më të madh në historinë e globit. Nuk ka ndodhur kurrë në historinë të paktën po them 3000 vjeçare të njohur të botës që të gjithë banorët e planetit të mbyllen në shtëpi për më shumë se sa 6 muaj. Në Shqipëri diçka më pak, por në gjithë botën. 6 muaj të mbyllen shtëpitë e tyre vetëm personat e detyruar për të shërbyer, kryesisht mjekët, infermierët, policët, pra punonjësit social, të cilët kanë qenë në lëvizje për të kryer detyrën e tyre, që u kthyen në një farë mënyre, mjekët edhe në heroj të gjithë shoqërive kudo që ishin. Sidomos në Itali, në zonën europiane, ngjarje, si thosh, rezultatet ishin dramatike. Italia, sidomos zona e Milanos, pati humbje të jashtëzakonshme, por edhe vende të tjera të zhvilluar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk dihet ende sot sa janë humbjet në zonën e Afrikës apo të Amerikës Jugut, sepse shifrat asnjëherë nuk janë dhënë me përputhje të madhe. Ndërkohë, gjëja që është prap po ashtu shumë interesante është fakti se ende sot në botë ka 2 debate të hapura për Covid-19. E para është se nga erdhi Covid-19. Një version supozohet që është një virus i ardhur në mënyrë natyrale si pasojë mutacioneve që lidhen me papastërtinë e gjëra tjera dhe që lidhet me stilin e jetës në Kinë, sidomos në Wuhan, ku ishte po që mendohet që ishte në merkatën e shpendëve të Wuhanit prej nga doli virusi. Versioni i dytë është që virusi ishte laboratorik dhe doli nga një prej laboratorëve të Wuhanit, në të cilin po mundoheshin të bëheshin kombinime të viruseve, të preparateve vrastare. Ende sot askush nuk di ta thotë me saktësi. Ka shumë hipoteza që ka dalë në rrugë laboratorike, ka hipoteza tjera të mbështetura më shumë nga shkencëtarët që ka ardhur në rrugën, po e quaj normale të natyrale të tij. Gjithsesi, në çdo rrethan ishte një prej pandemive më dramatike. Solli dhe një transformim i stilin e jetesës njerëzve. I mësoi dhe solli stilin e punës nga shtëpia, i cili nuk ekzistonte. Sot shumë prej kompanive vazhdojnë të punojnë nga shtëpia online duke përdorur internetin. Solli izolimin e plot të globit, solli një falimentim në kushte shumë të mëdha të hotelerisë, të turizmit, të linjave ajrore dhe njëkohësisht transformoi dhe stilin e jetesës së njerëzve. U fut një dimension i ri në pastërtinë e gjithë secilit dhe të kujdesit ndaj papastërtive. Kështu që kjo ishte ana pozitive e saj. Tani, për të krijuar një lloj, për t'ju treguar pak se si kemi punuar dhe ne, do t'ju jap një video të vogël në fund që tregon se si ishte një ditë pune në klan. Ne kemi punuar çdo ditë, kemi takuar asaj kategorie që kemi qenë punë çdo ditë me maska, çdo ditë me kontroll, po them madh të gjitha masave, madh temperaturën, çdo kohë rritë, ne hynin, dilnin, duhet ishte vetëm një njeri në studio, pjesën më të madhe të emisioneve i bënim online, por në aspektin ton ka qenë një eksperiencë e jashtëzakonshme. Ndiqeni këtë video. Më bosh se kaq televizioni nuk ka qenë kurrë që për mbaj mundum. Do të bëj pastaj. Çfarë bëhet? Mirë. Ha? Ja, punë. Mundohemi të mbajmë distancat, mundohemi të mbrohemi. Çfarë bëhet? Po vim distancë. Dhe që ju gjithë kemi maska, Po mbaj distancën. Ju duam shumë. e vështirë puna me maska. Jo, nuk ka problem, më shkurtoj pak ti të synën tëmë. Ndërkohë, me që jenë shki, do me thënë, shiko pak edhe një gjë online, që ti jemi kështu të updatetuar. Mos u prekni, më keq se kanë që thash, nuk ka qenë kurrë. Pikni kondicionerët se na infektuat. Pikni kondicionerët.